Vihet në pyetje ushtria shqiptare e Kosovës, gjithmonë çfarëdo që veprojmë mendoj që është e pamjaftueshme. Liria është larë me gjak dhe nuk na është falur, andaj çdo vepër që ne e bëjmë prap nuk është e mjaftueshme. Ajo çfarë ka dhënë ushtria shqiptare e Kosovës është e jashtëzakonshme. Mendoj që shpeshherë nuk gjejmë fjalë për ta përshkruar. Ndërmjet ju sot ishit prezente në protestën për ish-krerë të USHK-s. Çu ditë kur e pa gjithë këtë atmosferë? Besoj që pikërisht kjo lloj protestave kthen më së miri në pa se sa të bashkuar jemi ne si Shqipëri dhe Kosovë së bashku, dhe se sa të bashkuar jemi ne kur pritet edhe kërkojmë që të vijë në pa vlerat e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Besoj që është një prej ndjenjave më të mira që e kam provuar ndonjëherë. Kur vihet në pyetje ushtria shqiptare e Kosovës, gjithmonë çfarëdo që veprojmë mendoj që është e pamjaftueshme për shkak të asaj që ata kanë ditur që t'i japin tokave tona. Liria është larë me gjak dhe nuk na është falur, andaj çdo vepër që ne e bëjmë prap nuk është e mjaftueshme. Por megjithatë e vlerësoj shumë se sa të gatshëm janë të gjithë shqiptarët anë mban Kosovës, Shqipërisë dhe botës që gjithmonë janë për të ngritur së bashku vlerat tona në pa dhe për t'i treguar të gjithëve se më të vërtetë ajo çfarë po ndodh është një padrejtësi karshi krerëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. A keni një mesazh për krejt këta njerëz që kanë ardhur për krejt të shqiptarëve? Fillimisht dua t'i them faleminderit të gjithëve që keni marrë rrugën për të bashkuar së bashku në Tiranë. E vlerësoj jashtëzakonisht shumë sepse po të kemi pak empati dhe t'i kthehemi kohës së luftës, ajo çfarë kanë dhënë ushtria shqiptare e Kosovës është e jashtëzakonshme. Mendoj që shpeshherë nuk gjejmë fjalë për ta përshkruar sakrificat, gatishmërinë e tyre për të dhënë gjithçka për atë dheun, dhe ne sot e kemi obligim që të jemi çdo herë gati për të dhënë atë sa mundemi dhe atë sa kemi dhe atë sa duhet për të kthyer edhe një herë në pa ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe gjithçka çfarë ata kanë japur, sepse mendoj kur nuk kemi menduar që në fakt do duhet të bëheshin protesta të tilla në kohë lirie. UÇK-ja është në pjedestalin e saj, aty duhet të qëndroj, po shpresoj që këto protesta të japin një mesazh që të vihet në vendin e duhur këto vlera dhe të mos ketë nevojë më të bëjmë protesta të tilla, sepse djemt ushtria shqiptare e Kosovës, krerët të luftës i duhen atë dheut.